Mirëmbrëma dhe mirë se vini në edicionin qendror informativ. E kujtojmë sërish bashkë në këtë edicion në qendror të nderuar televizionistë për të njohur me zhvillimet më kryesore të ditës deri në orën 19:00. Shohim së pari titujt. Aksion i gjerë policor për kapjen e Klement Balilit, policia kontrollon 10 banesa dhe 3 hotele, si dhe shoqëron 11 afërm. Vllait kërkuarit tha për News 24 se Klementi nuk ndodhet në Shqipëri, por aty ku filloi problemi i tij, ndërsa e shoqja ka kërkuar nga shteti të gjejë bashkëshortin. News 24 mësoi nga burimet diplomatike se janë 20 gjyqtar dhe prokuror që ambasada amerikane u ka anuluar vizat nga pasaportat e tyre, me arsyetimin se kanë abuzuar me to. Corriere della Sera shkruan se piloti italian Guido Guidi është shndruar në bashkëpunëtorin e drejtësisë shqiptare. Ai u lejuar të largohet nga Shqipëria pasi ka zbuluar emrat e trafikantëve. Avokati i tij i ftuar në emisionin Kjo Javë mohon intervistën. Reanta e vogël e sëmur mbriti në spitalin e Romës fal parave të dhuruara nga qytetarët të shqiptar. Avioni sanitar charter mundsoi kryerjen e transportit të bebes në kushte spitalore. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes James Mattis ka konfirmuar se KFOR-i do të qëndrojë në Kosovë për aq sa të jetë e nevojshme dhe se forca e sigurisë së Kosovës duhet të shndërrohet në ushtri. U luajt java e parë e fazës së tretë Superligës, Partizani humbet në Gjirokaste, ndërkohë që dhe Korçarët i kanë ndërruar Jashanica. Laçi poshtë i Korabin dhe ndihet i sigurt për mbijetesën. Pak çaste më parë përfundoi dhe ndeshja ndërmjet Teutës dhe Tiranës, ku rezultati përfundoi me rezultatin me triumfin e Dursakëve. Shohim gjithsesi zhvillimet kryesore të ditës. Policia ka zhvilluar këtë mëngjes një operacion të gjerë në Sarandë dhe Delvin për kapjen e të shumë kërkuarit Klement Balili. 11 familjarë të Balilit janë shoqëruar në komisariatin e Gjirokastrës dhe janë marrë në pyetje lidhur me vendodhjen e tij. Vllait kërkuarit tha për News 24 se Klement Balili nuk ndodhet në Shqipëri, por aty ku filloi problemi i tij. Forcat e policisë, Reneas dhe FNSH zhvilluan që herët në mëngjesin e së shtunës një operacion të gjerë në Sarandë dhe Delvin për kapjen e Klement Balilit, i ashtu quajturi Escobari Ballkanit, i akuzuar për trafik ndërkombëtar droge. Në orët e para të së shtunës, me urdhër të prokurorisë së krimeve të rënda, forcat të shumta policie ushtruan kontrolle në banesa dhe biznese të Klement Balilit dhe të afërmëve të tij, me dyshimin se ai fshihet aty. Janë ushtruar kontrolle në 10 banesa dhe 3 hotele dhe janë shoqëruar 11 shtetas për t'u marrë në pyetje. Sipas policisë, ata janë pyetur kryesisht për vendodhjen e Klement Balilit dhe nëse kanë patur kontakte me të kohët e fundit. Vllai i Klementit, Bashkim Balili, tha për News 24 se gjatë kontrolleve policia është sjellë në mënyrë të dhunshme dhe ka prangosur të rinjtë e familjes. Policia sot në orën 4 e gjysmën të mëngjesit, në mënyrën marbute, ka demonstruar forcë dhe zonë, është fut ka kthyer shtëpi nga ana tjetër dhe ka mbledh gjithë burrat e fisit Balilaj dhe fëmijët e tyre, të cilët në sitën e nëve, ku ka vënë pranga djalit tim, sitën e nënës, ka shtir gruan tyre, i ka vënë pranga pa i dhënë shpjegim se ku do ta çonin dhe e kanë nitur fugon dhe kanë nitur në drejtim pa ditur. Bashkim Balili tha se shteti po i trajton gjithë anëtarët e familjes Balili sikur të ishin kriminal dhe kërkoi barazi para ligjit. Nuk është e parë që fenomeni ashtu ndodh, që bëhet pikë referimi Klement Balili. Ne nuk kemi trafikant, nuk kemi vrasës, nuk kemi kriminal. Nëse ka përgabim, ata ta gjejnë, ta arrestojnë, ta dënojnë ligji. Vllai Klement Balilit në fund dha një informacion për vendodhjen e tij, kur u shpreh se Klementi nuk është në Shqipëri, por aty ku filloi problemi, duke nënkuptuar Greqinë. Zoti Balili e di gjithë që nuk ndodhet këtu. Nuk ndodhet në Shqipëri. Në shtëpi. Ai ka vajtur kërkon të drejtën atje ku filloi problemi. Ku e kërkon të drejtën? Ku filloi problemi? Në Greqi ndodhet. Nuk e di, nuk jam dot i Po me telefon. Me telefon ka komunikuar me dy djemt tuaj? Asnjëherë. Ndërkohë ka çuditur me deklaratën e saj, gruaja e Klement Balilit, Alma Balili, tha se nuk ka dieni për vendodhjen e bashkëshortit, por madje ajo kërkoi që shteti ta gjejë atë.
Në kuadër të operacionit për arrestimin e Kelmend Balilit, i cili është shpallur në kërkim ndërkombëtar, Renea dhe FNSH zhvilluan kontrolle në banesat dhe bizneset e familjarëve të tij në Delvin dhe Sarand, ku dyshohet se mund të ketë gjurmë të shumë kërkuarit. Familjarët e cilësuan terror operacionin e policisë. Bashkëshortja e Balilit mohon të ketë dieni për vendodhjen e tij, ndërsa theksoi se policia ka hyrë me forcë në shtëpi duke terrorizuar familjen. 4:30 të mëngjesit kanë ardhur forcat e policisë, kanë rrethuar komplet ambientin, shtëpinë tonë, shtëpinë e kunetërve të mi të vëllezërve të Kelit, dhe janë futur në shtëpi brenda, kanë kontrolluar nga të gjitha ambientet, kanë marrë djalin, tek familjet e tjera të vëllezërve të Kelit kanë marrë fëmijët e tyre djemt nga krevati, siç ishin fëmijët e vegjël. I kanë tmerruar, i kanë tërhequr zvarr. Shteti, qeveria le të merret me personin në fjalë, ta marri, ta gjykoj, ta çoni hetusi gjendjen e tij, dosjen e tij dhe të merret me atë personalisht. Nuk ka punë me fëmijët. Kelmend Balili është një njeri i pastër, nuk ka bërë asnjë gjë. Politikanët tani të gjithë po e përdorin për arsyet e tyre personale. Nuk ka urdhër nga Interpoli për Kelmend Balilin. Dhe kjo është shpifje. E kanë quajtur me një epitet Escobar. Ai epitet aty nuk i takon. Escobar janë ata. Atë mund ta quash një Robin Hood, që bën të mira njerëz. Jo Escobar. Escobarët janë këtu. Ata që vrasin njerëz në bulevarde, një gërdec të tërë dhe 4 djem nënash aty në bulevard. Se e mlodhi shtabin, emergjencë, se se mlodhi për Lazaratin, se se mlodhen për këta që u vranë. Kush ja ka bosh shtetit bëhet terror. Terror është bërë. 11 persona familjarë dhe të afërm të Balilit u shoqëruan në polici në lidhje me arratin e të cilësuarit Escobar i Ballkanit. Shoqërimi i tyre u bë në komisariatin e Gjirokastrës për të shmangur ndonjë konflikt të mundshëm në Sarand. Operacioni është bërë pasi policia gjatë mbajtjes në nënvëzhgim të familjarëve të Balilit ka vënë re lëvizje të dyshimta. Gazeta Corriere della Sera shkruan se piloti italian Guido Guidi gjithashtu pra ka dhënë është ndëruar në fakt në bashkëpunëtor të drejtësisë shqiptare duke zbuluar emra trafikantësh, por edhe mekanizmin e trafikut të drogës nga Shqipëria në Itali. Piloti 69 vjeçar i është gjetur edhe një blok në xhep ku ai mbante kontakte në Shqipëri me styre dhe me emra të rëndësishëm në jetën publike shqiptare. Sipas mediave italiane, piloti italian i drogës Guido Guidi u lirua jo vetëm për shkak të garancisë pasurore, por sa i shndrua në bashkëpunëtor të drejtësisë shqiptare dhe është vënë në mbrojtje të saj. Corriere della Sera shkruan se Guido ka zbuluar emrat e trafikut dhe krimit në Shqipëri. Fillimisht Guido Guidi heshti duke mohuar provat e trafikut, por tashmë 69 vjeçari, shkruan të Corriere, nuk pushon së foluri. Hetuesit në Tiranë, thuhet mëtej në shkrim, e kanë vënë atë në mbrojtje absolute për të shmangur një hakmarrje të mundshme. Dyshohet se ai kishte një kontratë me trafikantët për transportin e drogës nga Shqipëria në Lombardi me destinacion të fundit Milanon, kundrejt një shumë 25.000 euro. Kur e kapën ai fillimisht mendoi të arratisej, por vetëm më pas kur kuptoi se organizata mafioze kishte braktisur, ai filloi të fliste. Ky fakt u bë dhe më i rrezikshëm, ku në xhepat e tij u gjet një blok ku gjendeshin kontakte shumë të rëndësishme të tij në Shqipëri, madje me semrave dhe njerëz me ndikim në jetën publike shqiptare. Tani hetimi i tij do të shkojë deri në fund, shkruan Corriere della Sera. Gazeta shkrua mëtej se kur u arrestua piloti italian, menjëherë pasi avioni i tij bëri ulje të detyruar në një pistë improvisuar në Ishëm, ai u sistemua në një hotel nga autoritetet në Shqipëri, prej ku dheruej në mënyrë absolute. Më pas gazeta bën një përshkrimje të situatës së trafikut të drogës mes dy vendeve, ku trafikantët po shpenzojnë shuma të konsiderueshme për një jetë luksoze. Ata janë kthyer plotësisht në profesionistë. Një nga më aktivët thonë se ka një pseudonim të krijuar me merit në fushën e lojës, e quajnë Çakalli, shkruan Corriere. 2 ditë më parë Guido Guidi u largua nga Shqipëria, kundrejt një garancie pasurore 10.000 euro dhe me kushtin që ai do paraqitet në vendin tonë sa herë ta thrasin autoritetet. Ndërkohë në emisionin kjo javë në News 24 të koleges Nisida Tufa, avokati mbrojtës e piloti italian Aleksandr Ndreaj mohoi që klienti i tij të jetë shprehur për ndonjë gazetë italiane. Ndreaj tha se nga Shqipëria Guido Guidi u largua nga vendi ynë si një shtetas i lirë për shkak se do të kryej disa ekzaminime mjekësore në Milano. Të pathënat e dosjes, Guidi u trajtua të shtunën e emisionin kjo javë me Nisida Tufën në News 24. Avokati Aleksandr Ndreaj, që mbron interesat e pilotit italian, deklaroi në emision se Guidi u largua nga Shqipëria për arsye shëndetësore dhe do të rikthehet sërish për të qenë në dispozicion të prokurorisë. Ndreja i deklaroi se piloti aktualisht nuk ndodhet në territorin italian, por në një shtet tjetër të Bashkimit Evropian.
Shtetasi italian është larguar nga territori shqiptar për arsye për një mjekime imediat në klinikë Milano. Në ç'pozita ligjore ndodhet klienti juaj? Është në gjendje të lirë dhe do rikthehet në shtetin shqiptar për të përballur me drejtsinë. Avokat, ai ka pasaportë franceze në dijenin time, më saktë një bashkëjetuese franceze apo jo? Në Francë? Është me origjinë nga Maroku, jeton në Francë, ka shkuar ke familja e tij dhe javë si vjen do shkojë në klinikë pasi ka bërë rezervimin klinik. Ndërkohë, mohoi kategorikisht që ai të jetë rrëfyer për gazetën Corriere della Sera, si edhe të ketë ndonjë bashkëpunim si dëshmitar i drejtësisë me prokurorinë shqiptare. Ju deklaroj se shtetësi Andrea Guidi nuk ka dhënë ndonjë intervistë për gazetën italiane. Në lidhje me këtë intervistë keni kontaktuar me klientin tuaj? Jo, 2 minuta përpara se fillonte misioni. Deklaroja publikisht se shtetësi italian nuk ka kërkuar së mbrojtje nga policia italiane. Tani, shtetësi Andrea Guidi nuk ka bërë asnjë lloj marrëveshje me prokurorinë e krimeve të rënda. Kur të mbyllen hetimet, në moment që mbyllen hetimet, del dhe akuza përfundimtare që është shtetësi mbi shtetësin e Andrea Guidi. Ajo është shkelja kufijit territorial, kalimi pa ligjshëm në territorin e Republikës Shqipërisë. News 24 u rikthye në pistën e improvizuar të Ishmit ku rrëzua avioni më shumë se 4 muaj më parë, duke risjell në vëmendje ngjarjen e rëndë që shkaktoi dhe përplasje të forta në parlament. News 24 ka mësuar nga burime diplomatike se janë 20 gjyqtarë dhe prokuror që ambasada amerikane ju ka anulluar vizat nga pasaportat e tyre. Emrat e njerëzve të drejtësisë të cilëve ju vu kryq në pasaporta mbahen të jetë sekret, por arsyetimi i ambasadës është abuzimi i tyre me vizat. Zbulohet numri i prokurorëve dhe gjyqtarëve të cilëve ju është anulluar viza amerikane, gjë që sipas ligjit të vettingut mund të shkaktojë largimin e tyre nga sistemi i drejtësisë. Një burim diplomatik tha për News 24 se të paktën 20 prokurorë gjyqtar të niveleve të ndryshme janë kontaktuar ditët e fundit nga ambasada për t'u paraqitur aty, ku edhe janë përballur me lajmin e revokimit të vizave që mbanin në pasaportat e tyre. Emrat e njerëzve të drejtësisë që kanë udhëtuar më herët drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës mbahen të jetë sekret, por i njëjti burim tha se atyre ju janë refuzuar vizat me arsyetimin se kanë abuzuar me to. Mësohet se një gjykatësi është pezulluar me argumentin se ka shkelur afatet, ndërsa një tjetri me arsyetimin se ka përdorur vizën e punës dhe ka udhëtuar në Amerikë për çështje private. 3 ditë më parë, vetë ambasada amerikane njoftoi anullimin e vizës për një prokuror të nivelit të lartë dhe bashkëshortes së tij, si një rast që kishte abuzuar në mënyrë flagrante. Emri i prokurorit nuk u bë i ditur, por me gjaz do të mësohet gjatë procesit të vettingut, pasi mund të përdoret si provë fort kundër tij për daljen nga radhët e sistemit. Ambasada e Shteteve të Bashkuara ka ndërmarrë këtë veprim përpara procesit të pritshëm të vettingut, i cili do të vlerësojë lidhjet e zyrtarëve të caktuar me korrupsionin dhe në përgjigje për abuzimin flagrant me vizën zyrtare nga një prokuror i nivelit të lartë dhe bashkëshortja e tij, gjë që çoi në revokimin e vizave të tyre, njoftoi vetë ambasada. Mëtej ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës thekson faktin se Shtetet e Bashkuara marrin seriozisht akuzat për korrupsion dhe janë duke shqyrtuar vizat dhe aplikimet për vizë të zyrtarëve të drejtësisë. Departamenti i Shtetit ka autoritet të gjerë për të mohuar dhe revokuar viza, bazuar në informacione që tregojnë se zotëruesi i vërtetë i saj mund të jetë i papranueshëm në Shtetet e Bashkuara dhe Departamenti i Shtetit do të vazhdojë ta përdorë këtë autoritet për të çuar përpara përpjekjet kundër korrupsionit në Shqipëri, e mbyll njoftimin Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ndërkohë vijojnë replikat në distancë brenda koalicionit qeverisës nga Gjirokastra, aty ku shumë forca policia në kërkim të Kelmend Balilit. Deputeti i LSI-s Vangel Tavo ka sulmuar drejtuesit lokal të forcave blu. Sipas tij, policia po ushtron presion në zonat minoritare për të dëmtuar zgjedhjet dhe veçanërisht lëvizjen socialiste për integrim. Deputeti Tavo thotë se i ka kërkuar ministri Tahiri largimin e këtyre drejtuesve. Konstatoj edhe unë në Gjirokastrës një tentativë, një përpjekje nga ana e policisë së shtetit për të ndikuar në procesin zgjedhor. Do t'i kërkoja sinqerisht si pjesë e këtij koalicioni, si deputet i këtij koalicioni, ndërhyrjen e ministrit Tahiri tek drejtuesit e policisë së shtetit
të mos merren me politikë, sepse nuk është prioriteti i policisë shtetit politika dhe rezultatet zgjedhore. Kemi pasur mbastisje të 10 banesave në Bashkinë e Dropullit dhe kemi parë për fat keq një reagim as pak në nivelin e dur. Mirëvjojmë të një 70 vjeçare me profesion mësuese, sot në pension, ka qenë në radhën e njerëzve të cilët po dorëzojnë vullnetarisht armët. Ajo shpjegon gjithashtu arsyen se pse e kishte mbajtur kaq vite në shtëpinë e saj dhe e bën thirrje që askush të mos mbajë në duar armë të palishme. Në mes të personave që morën kurajon për të dorëzuar armët e palishme, është edhe një 70 vjeçare, Violeta Nexhipi, banuese në fshatin Cakran të Fierit, ish mësuese, tashmë një pensioniste, dorëzoi armën që prej vite shndronte në shtëpinë e saj. News 24 ishte në banesën e Violetës, ku dëgjon mes të tjerash edhe arsyen se pse arma ndodhej në shtëpinë e saj. Në një korrik të 1997-ës, në familjen time u mor peng vëllai Fitus Sinani. Edhe ashtu si që erdhën ngjarjet për të ruajtur lekët që mblidhim ne për t'u dhënë atyre maskaxhinjve, mbeti arma dhe ajo kishte mbetur në shtëpinë e vjetër lart në stret, që askush nuk e dinte atë, vetëm unë e dinja. Ish mësuesja nuk ndjej as pak mirë që kaq vite mbante në shtëpi një armë. Mjaftoi thirrja për dorëzimin vullnetar pa penalitete, që ajo ta hiqte nga duart atë të keqe të madhe. E gjeta armën dhe kisha 2-3 ditë mbasi e kërkoja policin se ai kishte probleme në zonë, edhe e gjeta nëpërmjet telefonit. I thash të vish në shtëpi se mua më vjen turp që në shtëpinë time ndodhet një armë. 70 vjeçaria përlotet teksa pyetet se çfarë do të mendojnë nxënësit e saj, por thotë se pret të vlerësohet për veprimin. Pavarësisht gjithçkaje, ajo ju bën thirrje të gjithë personave që kanë armë në shtëpi, t'i dorëzojnë ato sa më parë. U them si një nën, u them si një grua, u them si një njeri që kam përjetuar plot ngjarje nga jeta, ta heqen armën nga shtëpia, ta dorëzojnë, të bëjnë vetëm të mira, se mirësi do keni jetë. Qytetarët me sa duket po i përgjigjen pozitivisht nismës së Ministrisë së Brendshme për mbledhjen e armëve ilegale. Sipas projektligjit të qeverisë i përfshirë në amnistinë e fundvitit, përjashtohen nga ndjekja penale ata persona që dorëzojnë vullnetarisht armën deri në datën 30 prill 2017. Përfshihet nga zjarri kati 4 i maternitetit të Durrësit duke paralizuar të gjitha ndërhyrjet dhe operacionet. Pacientët u zhvendosën menjëherë në katet e mëposhme, ndërsa 2 raste emergjencë u sollën në Tiranë. Policia ka nisur hetimin për zbardhjen e shkaqeve. Ndjekim raportimin e Klodiana Xhiajt. Një zjarr ranatën duke u kthyer shtu në një prej paneleve të energjisë elektrike në katin e 4 në maternitetin e Durrësit, duke alarmuar pacientët dhe stafin e spitalit. Fatmirësisht vendosja e tyre u bën në një kohë të shpejtë, duke shmangur në këtë mënyrë edhe një tragjedi të mundshme. Një zjarr i shpërthyer rreth orës 01 të mëngjesit të sotëm në katin e 4 të maternitetit të Durrësit ka vënë alarm të gjithë ekipin mjekësor, por edhe pacientët që gjendeshin këtu. Pacientët janë shpërngulur në 2 katet e mëposhtëm të këtij materniteti duke ju siguruar menjëherë ngrohje por edhe energji elektrike. Momentalisht është pezulluar operacionet për lindjen 2 prej grave të cilat pas orës 01 të mëngjesit janë drejtuar për lindje në këtë maternitet janë dërguar me urgjencë në spitalin e Tiranës. Drejtori i spitalit të Durrësit, Alban Ramohitaj, shpjegoi se 17 fëmijë dhe 4 gra u zhvendosën në katet e mëposhtëm të spitalit, të cilët vijojnë të jenë funksional. Për sa i përket lindjeve të pritshme, shefi maternitetit theksoi se ato do të kryhen në kirurgjinë e Durrësit, ndërsa rastet emergjente do të dërgohen në Tiranë. Pasoj ndjekjes së këtij paneli ka pasur tymra në pavion. Për këtë arsye janë shpërngulur të gjithë smurët nëna që kanë qenë të shtruar aty. Në një kat më poshtë, në katën e 3, në katën e 2, 3 katet e mëposhtme funksionojnë të 3 katet. Rastet të cilat erdhën mbas kësaj ore, ne i çuam me urgjencë në drejtim të maternitetit Tiranës. Në spital funksionon ndriçimi, ngrohja dhe do shikohet sot mundësia për të rivendosur dhe sa më shpejt funksionin e katit 4, ku është blok operator dhe sallat e lindjes. Deri në momentin kur të jenë të gatshëm për të punuar në këto ambiente, do përdor një nga sallat e operacionit të kirurgjisë për pacientët tona
Njëkohësisht, një pjesë e rasteve që nëse do ketë mbi ngarkesë, do t'i transferojnë në drejtim të Tiranës. Kati 4 Kurazjari është mirërëndësishmi në maternitetin e Durrësit, pasi ndodhet bloku operator ku kryhen lindjet dhe operacionet. Prokuroria ka nisur hetimet për zbardhjen e shkaqeve të këtij incidenti, që fatmirësisht nuk pati të lënduar. Ranta e vogël e sëmur mbriti në spitalin e Romës fal të gjitha parave të dhuruara nga qytetarët shqiptar. Avioni sanitar charter ka mundësuar kryerjen e transportit të bebes në kushte spitalore. Ranta ndodhet tani në kujdesin e mjekëve në pavionin e kirurgjisë neonatale, ku do t'ju nënshtrohet testeve të vazhdueshme për ekzaminimin e gjendjes së saj. Përpara 2 javësh, familja Balliu kishte një hall të madh dhe të vetëm. Shëndetin e vajzës së tyre, së foshnjës së tyre Rantës së 2 muajshe. Por thirrja e tyre u dëgjua në News 24. Aty ku ka shpresë, ka jetë. Zemrat e shqiptarve u bën bashkë dhe kështu u bë e mundur që Ranta e vogël të fluturojë me avionin sanitar drejt Romës, ku do të jetë në duar të sigurta. Nisma e News 24 për të shpëtuar Rantën 2 muajshe, e cila vuan nga një anomali në aparatin tretës, duket se është përmbushur. Duke pritur brenda ambulancës, prindrit e Rantës nuk po u besoi ajo që do ndodhte. 2 javë më parë, ata nuk kishin asnjë të ardhur që t'i siguronin vajzës një shans të dytë për jetë. Televizionin tuaj që falenderojmë jashtë mase, se falë jush nisi gjithë kjo. Ndjem shumë emocionuar, çuditshme, nuk e di, një emocion që s'mund ta përshkruaj që jemi këtu edhe s'më besohet akoma. Që s'më besohet që u bë shumë aq e shpejt transporti, që u arrit kaq shpejt për të gjithë shqiptarët, kemi një falënderim të pamas. Falë jush dhe falë gjithë shqiptarëve, ne jemi këtu sot ku jemi. Tani presim punë minutash të vi avioni dhe t'ikim drejt Italisë. Falenderoj shumë nga zemra. Gjithë të papreshtim. Gjithë keni bënë një punë shumë të mirë. Në orën 19:30 në pistën e aeroportit të Rinasit ul charteri special i kompanisë gjermane Viva Helicopters me 2 mjek në bord. Së bashku me vajzën udhëtoi edhe Oman Baresa, me të mbritur në Rom, foshnjën e pret një ekip i spitalit Bambino Gesù. Ishte Gerta Hagen, drejtoresha ekzekutive e Fondacionit Spitalor të Nënës dhe Fëmijës, e cila bëri të mundur koordinimin e çdo lëvizjeje të Rantës. Miq, ja dolëm të gjithë së bashku, ja dolëm. Ranta është mbrapa nesh në Ergjetin, që falenderojmë të gjithë ju që keni qenë pjesë e mrekullisë së saj. Lidhja ime me Rantën ka qenë që në momentin kur unë atë e kam parë në spitalin Mbretëresha Geraldin, dhe kanë futur dorën time te inkubatori i saj, dhe gishti i saj vogël, dora e saj e vogël është lidhur pas gishtit tim. Një Ranta kaq e vogël që nuk ka ditur të flasi, ka folur shumë. Ka folur shumë dhe ka kërkuar shumë. Forca e kësaj fëmie më mrekullon, më jep forcë, më jep shpresë. Orët e punës nuk llogariten, sepse nuk janë vetëm të mia, janë të shumë njerëzve të tjerë që na kanë ndihmuar gjatë këtij procesi. Në aeroport ne nuk ishim vetëm, pas telave ishin mbledhur miqtë e Rantës, madje edhe ky vogëlush i cili sfidoi temperaturat e ftohta. Sorin të mbar. Ranta? Patim Ranta. News 24 falenderon gjithë kontribuesit dhe uron që Ranta të kthehet shëndoshe mirë në shtëpi. Operatorët e transportit publik në Tiranë do t'i nënshtrohen sistemit të vlerësimit me pikë dhe në rast shkeljesh të rënda dhe të përsëritur ata jo vetëm do të gjobiten, por nuk do të kenë më akses të shërbejnë në Tiranë. Operatorët e transportit publik në Tiranë do t'i nënshtrohen sistemit të pikëzimit si mënyrë kontrolli për respektimin e orareve dhe plotësimin e kushteve për udhtim normal të qytetarëve. Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj ishte në analizën vjetore të punës së Agjencisë së Mbrojtjes së Konsumatorit. Kundër të tjera tha se nuk do tolerohet mosbatimi i kontratës nga ana e operatorëve. Ai u shpreh se për çdo shkelje të vërejtur do vendosen gjoba, të cilat përveç vlerës financiare do të ulin kuotën e pikëve në sistemin e pikëzimit për operatorët. Sot ka një sistem pikësh
Nuk ka fare rëndësi e paguajnë se paguajnë gjobën, se ato i marrim dhe me përmbarim. Po gjoba është ekuivalente me një sistem pikësh të cilat deduktohen deri në humbjen e licencës për një operator i cili nuk performon, i cili ka ankesa, i cili nuk jep biletën, i cili nuk ndalon në stacion, i cili ecën ngadalë që të shtohen të tjerë të stacioni tjetër, apo nuk i punon kondicioneri, apo po pi cigare faturino ose po flet në telefon shoferi. Velia i theksoi se fal sistemit të ri të pikëzimit, kur dikush futet në listën e zezë të kompanive që nuk respekton rregullat për transport publik të shpejtë dhe cilësor, nuk do të ketë më kur akses për të shërbyer në Tiranë. Dhe vetëm mënyrë se si mund ta përmirësojmë është që fal pikëzimit që bëm mes informacionit AMK-s dhe sistemit kontrollit që do të ushtrojë AMK-ja, ne sot në fakt kemi vendosur një sistem transparent se si ne do të verifikojmë shërbimin që ofrohet nga të gjithë operatorët tanë transportit publik. Velia vlerësoi një ndërarritje të kësaj agjencie edhe punën e realizuar në lirimin e hapësirave publike, por dhe punën e kësaj agjencie për mjekimin dhe sterilizimin e kafshëve ndacake. Pronarët e 6 dyqaneve në pazarin e ri akuzojnë kryebashkiakun Erion Veliaj për grabitje të pronës. Në krah të tyre dolën këshilltarët e djathtë të Bashkisë së Tiranës. Jemi pezulluar pas një shkak, ndërkohë në momentet që flasim, dëgjojmë që Bashkia Tiranë kërkon të ndërtojmë mbi pronën tonë, pa asnjë ligj. Rama nuk ka të ndalur. Mafia e ndërtimeve tash po shfaqet kudo dhe s'ka si ndodh ndryshe sepse Rama dhe Veliaj janë njehsuar për të mos thënë që janë dhe kaput e kësaj mafie. Ajo vila atje është në pronësi të Hylli Hidrit. Mbas Hylli Hidrit fshihet një deputet i Partisë Socialiste, të gjithë projektin që është diskutohet që ne të shpronësojmë, do që t'i dali paraqitja asaj vile që është një biznes peshku. Policia ka qenë prezent kur na ka kërcënuar i zoti vilës dhe ka fshirë të gjithë kamerat që ka pas polici këtu. Shumë banesa kanë mbetur të dëmtuara në qarkun e Beratit si pasojë e tërmetit të rënë një ditë më parë. Prefekti i qarkut të Beratit dhe kryetari e bashkisë thanë se për të gjitha rastet do të bëhen verifikime dhe sipas nevojave do të mundsohen dëmshpërblimet për kaca. Tërmeti rënë një ditë më parë në qarkun e Beratit ka lënë shumë pasoja. Përveç panikut që shkaktoi te banorët, të dëmtuara kanë mbetur shumë banesa në Urën Vajgurore dhe Kuçov, pasi kanë pësuar plasaritje nga tronditjet e tërmetit. Duhet me vrap për jashtë sepse janë shtëpi të pa sigurta, pa më rreth e qark, shtëpi që kishte të çara mure shteti. U tundur po shikoj na shtoj zoti. Që i frishim që. Po me natë kone hapëm dy ose me një herë. I dha një lëkundje gati 1-2 minuta. Prefektura e qarkut të Beratit po bën verifikimet në teren për të konstatuar dëmet dhe për t'i përcjell ato Ministrisë për Kace në mënyrë që banorët të cilët janë dëmtuar më shumë në banesat e tyre të marrin dhe dëmshpërblimet për Kace. Kemi ngritur shtabin e emergjencës me mbështetjen e qeverisë, patjetër që do të bëjmë të mundur dëmshpërblimin për rastet e nevojshme. Në Allambres janë 2 banesa, Bistrovis 3 banesa, këtu në Urën Vajgurore 3 banesa, kryesisht janë banesa që kanë naturalisht shkallë amortizimit të lartë dhe fatmirësisht nuk ka dëme njerëzore dhe dëme materiale. E njëjta situatë është dhe në bashkinë e Kuçovës, kryesisht në fshatin më i gjatë janë 6 raste të plasaritjeve dhe në ish njësinë e komunën e Lumasit janë 2 raste. Një këmësor është plagosur si pasojë e një aksidenti mëngjesin e kësaj të shtunë në autostradën Fushkruj Milot. Burimet e policisë bëjnë me dije se aksidenti u shënua në afërsi të fshatit Derven ku një trailer që transportonte çimento me targa të Kosovës ka përplasur një këmësor, duke i shkaktuar dëmtime tepër të rënda. I plagosuri u transportua menjëherë në Spitalin e Traumës në Tiranë në gjendje kritike për jetën. Ende nuk bëhet i ditur identiteti i plagosurit pasi policia nuk i gjeti asnjë mjet identifikimi me vete. Sipas hetimeve paraprake, dyshohet se traileri lëvizte me shpejtësi të madhe. Do shohim zhvillimet nga rajoni, teksa fati për formimin e qeverisë në Maqedoni po përfundon, i mandatuari Nikola Gruevski ende nuk ka arritur të formojë koalicionin me ndonjë nga partitë shqiptare. BDI ka vendosur disa kushte ku mes të tjerave është edhe zyrtarizimi i gjuhës shqipe në të gjithë vendin. Le të ndiqim informacionin që na sjell analisti shqiptar nga Maqedonia Arsim Sinani përmes Skype.
Skenari I parë është që presidenti I Republikës Ivanov do të duhet t'jep partisë së dytë mandatin për të kriju numrat në Parlamentin e Maqedonisë, dhe ky është skenari më normal që do duhet ndodhte, dhe e dyta, VMRO-ja po tenton do të thotë që të bëjë edhe një krizë dhe ta detyroj presidentin e Republikës që t'jap dorëheqje, që mos të ketë kush t'ja jep mandatin, dhe atëherë do të kishim një krizë, nuk do të kishim do të thotë mundësi që të krijohet qeveria dhe në kështu formë do të bllokoheshin institucionet dhe në këtë rast do të fitonte VMRO-ja. Skenari tjetër është që të shkohet në zgjedhje të parakohshme, edhe mendoj se këto pak a shumë janë kombinatorikat, por nuk besoj se zoti Ahmeti mund të lirohet kaq lehtë nga vllau I tij Nikola Gruevski, me të cilin 10 vite këndej po qeverisin bashkë dhe Maqedoninë e kam prunë buzë greminës. Presidenti I Kosovës Hashim Thaçi tha se ka zhvilluar një bisedë telefonike me presidentin serb Aleksandar Vučić. U pajtuam të bashkëpunojmë që përmes dialogut të zgjidhim të gjitha çështjet me interes reciprok dhe që ndërlidhet me procesin e normalizimit të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, shprehur Thaçi. Pak ditë më parë, delegacioni I nivelit më të lartë të dy vendeve u takua në Bruksel. Dialogut në Bruksel, që deri më tani ka qenë në nivel kryeministrësh, janë shtuar edhe presidentët Thaçi dhe Nikolić. Ministri I Brendshëm Samir Tahiri vlerëson se dialogu Kosovë-Serbi është rruga e vetme e duhur për integrimin europian të dy vendeve. Në konferencën e përbashkët për shtyp me homologun e Kosovës, Skënder Hyseni, ministri Tahiri ka shprehur edhe një herë se për fletet arrestet e lëshuar nga Serbia, ai ka argumentuar kërkesën që është bërë Interpolit për filtrimin e tyre. Ekzekutimi I urdhër arresteve të lëshuara nga Serbia ne është I tepërt, I paligjshëm, dhe është kjo arsye pse I kam kërkuar Interpolit të rishikojë dhe të filtrojë dhe të mos konsiderojë në vijim çdo urdhër arresti, siç bëm edhe në rastin e ish kryeministrit Haradinaj. Nga ana tjetër, ne besojmë shumë fort të dialogu. Ne mbetemi të bindur që gjuha e arsyes është rruga më e mirë. Ne edhe një herë, unë me Ministrën e Drejtësisë, I kemi shkruar sekretarit përgjithshëm të Interpolit Jürgen Stock, që të injoroj çfarë do kërkesë të tillë nga ana e Republikës së Serbisë. Natyrisht, veprimet që ka bërë Tirana, ministri Tahiri, qeveria shqiptare, në këtë rrafsh janë absolutisht esenciale, sepse Shqipëria është anëtare e Interpolit dhe rrjedhimisht e ka fuqinë e ndikimit. Dialogu duhet vazhdoj. Dialogu nuk ka alternativë. Alternativa e dialogut është qoftë status quo-ja, qoftë stagnimi. E zakonisht status quo-ja e stagnimi prodhojnë frustrim dhe frustrimet çojnë në konflikt, qoftë izoluar, qoftë incidentet natyrale ndryshme. Ndërkohë që qytetarët serb të Republikës së Kosovës I mbron Republika e Kosovës, jo Republika e Serbisë. Sekretari Amerikan I mbrojtjes James Mattis ka konfirmuar se KFOR-i do të qëndrojë në Kosovë për aq kohë sa të jetë nevojshme dhe se forca e sigurisë së Kosovës duhet të shndërrohet në ushtri. Mësohet se Mattis e ka cilësuar Kosovën shembullin më të mirë që dëshmon se çfarë ndodh kur komuniteti ndërkombëtar angazhohet për të mbrojtur vlerat. Sekretari Amerikan I mbrojtjes James Mattis ka bërë betimin në këtë post në një ceremoni të mbajtur në Pentagon. Mediat rajonale njoftojnë se në përgjigjet e tij për Senatin Amerikan para se të konfirmojë në këtë post u është përgjigjur edhe pyetjeve për Kosovën. Mattis ka thënë se NATO do të qëndrojë në Kosovë për aq sa ka nevojë. Ai këto komente I ka bërë në një raport me shkrim që e ka përgatitur për Senatin.
Në këtë raport, sekretari i mbrojtjes amerikane thekson se forca e sigurisë së Kosovës duhet të shndërrohet në ushtri. Ai e ka mbështetur dialogun Prishtinë-Beograd, teksa ka shtuar se njohja e sovranitetit të Kosovës nga ana e Serbisë do të adresohet para antarësimit në Bashkimin Evropian. Kosova është një shembull se çfarë ndodh kur komuniteti ndërkombëtar i udhëhequr nga Amerika angazhohet për të mbrojtur interesat dhe vlerat e saj, është shprehur numri 1 i mbrojtjes amerikane. Sipas tij, ai do të rekomandonte reduktimet konform me situatën e sigurisë në terren, por mënyra si ai e kupton është se aktualisht KFOR është vendimtar në sigurimin e stabilitetit në rajon, mësohet të jetë përgjigjur sekretari amerikan i mbrojtjes. Gjatë ceremonisë së betimit të matis, presidenti amerikan Donald Trump ka nënshkruar edhe një sër urdhrash, mes të cilave dhe ndalimin e refugjatëve nga disa vende muslimane si Iraku, Irani, Jemeni, Libia, Siria dhe Somalia. Presidenti i Iranit Hasan Rohani kritikoi presidentin amerikan Donald Trump lidhur me vendimin e tij për të ndërtuar murin me Meksikën, si dhe për të ndaluar hyrjen në territorin amerikan të shtetasve të disa vendeve muslimane ku përfshihet edhe Irani. Sipas Rohanit, muri i Berlinit ka rënë me kohë, por edhe nëse ka mure të tjerë mes vendeve, ato duhet të shkatrohen. Presidenti i Iranit Hasan Rohani ka kritikuar politikat kundër emigrimit të presidentit amerikan Donald Trump, duke thënë se nuk është koha e ndërtimit të mureve ndërmjet vendeve. Ata kanë harruar se muri i Berlinit është shkatëruar shumë vite më parë, deklaroi sot Hasan Rohani gjatë një fjalimi në kryeqytetin e vendit Teheran, duke shtuar se nëse ekzistojnë muret ndërmjet vendeve, ato duhet të shkatërrohen. Këto komente të tij vijnë pasi Trump ka urdhëruar ndërtimin e murit përgjatë kufirit amerikan me Meksikën, si dhe ka urdhëruar një ndalesë të përkohshme të hyrjes në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për shtetasit e 7 vendeve muslimane përfshirë Iranin. Parlamenti rus e ka dekriminalizuar dhunën në familje nëse ajo nuk shkakton dëmtime të mëdha në trup dhe nëse ndodh vetëm një herë në vit. Projektligji u mbështet edhe nga gratë deputete, ndërsa pritet gjithashtu të firmoset nga presidenti Putin, i cili ka sinjalizuar mbështetjen për të. Parlamenti rus ka votuar të premten me shumicë votash për të dekriminalizuar dhunën në familje, kur ajo nuk shkakton dëmtime të mëdha në trup dhe kur ajo nuk ndodh më shumë se një herë në vit. Kjo lëvizje, e cila eliminon përgjegjësinë penale në raste të tilla, mund të kalohet me një gjop prej $500 ose një arrestimi 15 ditor, me kusht që dhuna ndaj grave, burrave apo fëmijëve të mos jetë përsëritur brenda 12 muajve. Projektligji tashmë pritet të shkojë në dhomën e lartë ku nuk parashikohet të ketë kundërshtime, e më pas të nënshkruhet nga presidenti Vladimir Putin, i cili ka sinjalizuar mbështetjen e tij. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov deklaroi për gazetarët se konfliktet familjare nuk duhet të përbëjnë domosdoshmërisht dhunë familjare. Kritikat e kësaj mase kanë paralajmëruar se një vendim i tillë do të inkurajojë dhunën në familje dhe do të nxjisë më tej krimet. Një vëzhgim i bërë nga një anketues shtetëror doli në përfundimin se rreth 19% e popullsisë ruse e konsideronin të pranueshme dhunën ndaj grave, burrave apo edhe fëmijëve në rrethana të caktuara. Pamje spektakolare tregojnë rrjedhjen e lavës ndërsa vulkani Kilauea vazhdon të shpërthejë në Hawaii. Ndërkohë, në disa qytete veriore të Hollandës dhe në disa vende konsideruar të sigurt, njerëzit bëjnë patinazh mbi liçenet e ngrira. Nga ana tjetër, edhe në Zvicër ka është organizuar këtë javë festivali ndërkombëtar i balonave. Ky vit është edicioni 39 i ekstravagancës që mbahet pikërisht në kantonin Vaud.
Ndahet nga jeta në moshën 77 vjeçare legjenda britanike e ekranit Sir John Hart, aktori nominuar për 2 çmime Oscar si dhe fituesi i çmimeve BAFTA e Golden Globe. Ishte i njohur për rolet në filmat e tij Harry Potter, Alien dhe Njeriu Elefant, me një karrierë për më shumë se 5 dekadash. Sir John Hart është vlerësuar nga kritikët si një nga aktorët më të talentuar të gjitha kohërave. Ndron jetë në moshën 77 vjeçare aktori veteran britanik Sir John Hurt. Lajmi për vdekjen e tij u konfirmua të shtunën nga agenti i tij Charles McDonald. Aktori fituesi i çmimit BAFTA i njohur për rolet e tij në shumë filma si Alien, The Elephant Man, Harry Potter, u diagnostikua me kancer në vitin 2015, por nuk hoqi dorë nga ekrani deri në çastin e fundit. Ai interpretoi në rolin e tij të fundit si prifti Richard McSorley në filmin biografik të gruas së presidentit John F. Kennedy, Jackie. Me një karrierë për më shumë se 5 dekada, aktori britanik u nominua 2 herë për çmime Oscar për rolet e tij në filmat The Elephant Man dhe The Midnight Express. Fitoi çmimin Golden Globe në vitin 1978 për rolin e tij jo protagonist në Midnight Express, si dhe 4 çmime BAFTA. Shumë personazhe të Hollywoodit kanë shprehur ngushëllimet për humbjen e një prej legjendave të ekranit dhe televizionit. Regjizori amerikan Mel Brooks e përshkroi Sir John Hurt si legjendë të kinematografisë, duke u shprehur se interpretimi i tij në rolin e John Merrick në filmin The Elephant Man është një nga performansat më të paharrueshme të gjitha kohërave, ndërsa shkrimtarja britanike J.K. Rowling përmes një postimi në Twitter e përshkroi atë si një nga aktorët më të talentuar dhe të dashur të ekranit. Është promovuar libri me titull Baba Shefqet Glava, Mërtiri i Demokracisë, për botimin e të cilit është kujdesur vetë kryegjyshi botror Bektashian Babamondi. Libri përmban pjesë të kolanës historike të klerikëve bektashin të përsekutuar. Baba Shefqet Glava, Mërtiri i Demokracisë. Kështu titullohet libri i autorëve Kujtim Boriçi dhe Surja Xhalaj, i cili përmban pjesë të kolanës historike të klerikëve bektashin të përsekutuar. Vetë kryegjyshi botëror Bektashian, hirësia e tij Haxhi Baba Edmond Brahimaj, është kujdesur për botimin e këtij libri. Kujtimet e familjarëve e të afme, dorëshkrime editare të klerikëve të përsekutuar, relike të përdorura nga ata e tjera. Ky libër që keni dorë, pjesë e këtij projekti, mbështetur në dokumente origjinale, burime të tjera të besueshme, jep kalvarin e stërmunditshëm të një prej klerikëve bektashi, Baba Shefqet Glav Koshtani, martiri i demokracisë. Në brendësi të librit ka materiale mbi rivlerësimin e klerikëve të përsekutuar, një nismë e kryegjyshatës botërore bektashiane, stacionet e udhëtimit shpirtëror, qeveria që ka mbështetur klerikët bektashian në të qetë jashtë vendit, dhe shumë materiale të tjera që rrëfejnë historinë e Baba Shefqet Glavës. Një koncert bamirësie në ndihmë të fëmijëve që nuk dëgjojnë, të cilëve do u vendoset falas implanti koklear. Kjo është mënyra se si Spitali Amerikan vendosi të festojë 10 vjetorin e krijimit në Shqipëri. Një koncert bamirësie për personat që nuk dëgjojnë. Në këtë formë zgjodhi Spitali Amerikan të festojë 10 vjetorin e ngritjes së tij në Shqipëri. Dhe vetëm mundësi që ata kanë për ta përdorur këtë shqisë është të vendosin implantin koklear ose ndryshe e njohur si veshi bionik. Angazhimi humanitar i Spitalit Amerikan. Kontributi juaj me biletën që keni bler. Donacionet e partnerëve dhe sponsorave tanë drejt kësaj çështje kaq fisnike do të bëjnë të mundur që shumë fëmijëve të dhurohet tingulli, të dhurohen fjalët, të mund të flasin, të dëgjojnë, të buzëqeshin, e ndoshta t'ju thonë vetë faleminderit. Mbrëmja magjike e muzikës klasike u realizua në Pallatin e Kongreseve dhe në të morën pjesë si të ftuar special sopranoja suksesshme botërore
Maria Jose Siri dhe tenori shqiptar me famë ndërkombëtare Josif Gjipali. Pjesë e koncertit ishin edhe tenori Kastriot Tusha, pianisti Enklant Hasa, tenori dhe njëkohësisht drejtori i përgjithshëm i spitaleve amerikane Mario Karaj, orkestra Ibrahim Madhi në dirigjimin e dirigjentit Francesco Leda, këngëtarët Drena Bazi dhe Sindi Mamaci. Më shumë tinguj tani e përgjithmonë. Ishte leitmotivi që shoqëroi këtë fillim vit Spitalin Amerikan, nën kauzën sublime për t'i ardhur në ndihmë fëmijëve që kanë lindur me probleme në dëgjim, duke mundësuar kështu realizimin e ndërhyrjeve dhe vendosjen e implanteve kokleare, një teknologji kjo sa e vështirë dhe e kushtueshme për pacientët. Spitali Amerikan, i pari spital privat dhe lider në ofrimin e shërbimit shëndetësor në Shqipëri. Kjo strukturë spitalore ka përmbushur me sukses dhe me përgjegjësi çdo sfidë dhe projekt me karakter human, të ndërmarrë në këto 10 vite pune dhe shërbim shëndetësor sipas standardeve më të larta për pacientët vendas dhe të huaj nga rajoni e Mëgjer. Dhe me këtë informacion kemi ardhur në fund të edicionit qendror informativ. Ju kujtojmë si gjithmonë se mund vjoni të informoheni për më shumë, duke klikuar në balkanova.com për të njohur në kohë reale me gjitha zhvillimet kryesore të ditës nga vendi, rajoni dhe bota. Po në Balkan Web ju do të keni mundësinë të lexoni online gazetën shqiptare, mund të dëgjoni Radio Rash dhe mund të na ndiqni në transmetimet tona të drejtë për drejta në opsionin News 24. Pas pak do të ndiqni Klinika 24 nga Dorada Mio. Mirupafshim. Mirupafshim.